Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje të gjithëve. Pas një takimi shumë të veçantë në Elbasan, jemi këtu për një tjetër takim, këtë herë për një takim pune të organizuar nga Ministria e Bujqësisë me disa nga protagonistët kryesorë të fermës shqiptare për të folur për planin e veprimit dhe për domosdoshmërinë e ndërveprimit mes nesh në mënyrë që bujqësia shqiptare të përballojë sfidën e tregut evropian në kontekstin e Shqipërisë antare Bashkimit Evropian. Dhe dua që të flas shumë hapur me ju, duke ju thënë që kjo sfidë ka dy anë. Ka anën e saj të errët, nëse mund ta quaj kështu, dhe anën e saj të ndritur. Ana e saj e errët është ajo që pret çdo kënd për jush që nuk është i përgatitur për atë ditë. Sepse negociatat me Bashkimin Evropian dhe marrëveshja e antarësimit nuk janë fjalë dhe as procese thjesht të lidhura me çfarë ne shkruajmë në letër, por janë kontratë shtetërore shumë komplekse, ku çdo faktor shtetëror dhe çdo faktor shoqëror duhet i përgjigjet kontratës. Dhe kontrata për bujqësinë është, ose pjesa e kontratës që lidhet me bujqësinë është më e vështira, siç ka treguar në eksperjenca e vendeve të tjera, ashtu sikundër është dhe më e mirëpritura për ata që janë të përgatitur për të përballur me kushtet, për të përballur me standardet, për të përballur me kontrollet që burojnë nga cilësia shumë e lartë e sigurisë dhe e produkteve kur vjen puna për të qenë lojtar në kundër e Bashkuar Evropian. Por unë besoj shumë tek ju dhe besoj shumë tek gjithë ata që në kushtet absolutisht të pakrahasueshme me sot, një dekadë më parë, ishin aty tek toka edhe përballeshin me një sfidë mbijetese të jashtëzakonshme. Kush e ka kaluar atë sfidë, kam shumë besim se do të kalojë dhe këtë sfidë. Janë të natyrë ndryshme, por në thelb kanë të bëjnë me vullnetin për të bërë sukses. Sepse aso kohë bujqësia shqiptare ishte një sektor i braktisur totalisht. Një dekadë pak më parë. Numri i fermerëve që merrnin një mbështetje simbolike nga shteti ishte 5.600. Sot është 67.500. Dhe nuk bëhet mbështetje simbolike, bëhet fjalë për një mbështetje që peshon në portofolin e fermës. Eksportet ishin thjesht dhe vetëm një aktivitet i një grushti njerëzish, fermerësh, që ja kishin dalë
deri aty. Dhe deficiti tregtar ishte një katastrofë unikale në rajon, se në Europë s'po hym fare të bëjmë krahasime. Për çdo euro të eksportuar, ne importonim 9 euro në ushqim. Ndërkohë që sot produktet tona shkojnë në 18 vendet botës dhe eksportet kanë kaluar gjysmë miliard euro, e në ndërkohë deficiti nga 1,9 është ulur në 1,3 dhe përpjekja jonë do të jetë që të shkojmë drejt 1,2-shit. Po thosha që marrëveshja me Bashkimin Evropian është një kontratë shtetërore e të gjithë faktorëve dhe për të gjithë faktorët institucional dhe shoqëror, për të gjitha grupet e interesit. Dhe për fermerët është një kontratë që kërkon standarde dhe cilësi, kërkon teknologji dhe digitalizim, kërkon organizim të sofistikuar dhe patjetër kërkon edhe mbështetje, një mbështetje e cila jo vetëm nuk do të mungohi, por do të vi duke u rritur vit pas viti. Dhe me rritjen e mbështetjes drejt për drejt, që duam ta çojmë deri në 100 milion euro, me mbështetjen e Bankës së Zhvillimit që tani më është e regjistruar, ka gati planin për të filluar të jetësoj aktivitetin e vetë. Me mbështetjen e Bankës Shqipërisë që ka vënë në dispozicion një linjë kredie inovative, me mbështetjen e agrokreditit që është rivënë në lëvizje dhe patjetër me mbështetjen e AZBR-s dhe të Bashkimit Evropian përmes AZBR-s, ne do të arrijmë të vëmë në dispozicion bujqësisë shqiptare, do arrijmë të vëmë në dispozicion fermës shqiptare dhe të gjithë atyre që duan të jetojnë me tokën, një fakt. Për askënd nuk do të jetë çështje lekësh. Për askënd nuk do të jetë çështje fondesh. Për gjithkënd do të jetë çështje e projektit të duhur dhe e garancive të duhura për zbatimin e çdo projekt që do të jetë i duhuri dhe që do të mbështetet dije nga ana e çdo aplikanti, as nuk diskutohet që do të financohet në një mënyrë ose në një tjetër, në një rrugë ose në një tjetër. Dhe platforma kombëtare që sot duhet ta ministrin për faktin që pas sjell dhe unë kam vjen nga puna me merret, por edhe qasja e periut që si një faqe e re interneti. Nuk është një website më shumë në morinë e websiteve, por është një instrument të cilin të gjithë ju dhe të gjithë ata që janë atje në ferm dhe që investojnë, prodhojnë, duan të rrisin eksportet, duan të rrisin prodhimin, duan të rrisin cilësinë, duan të rrisin kapacitetet, duan të
rrisin fondet në dispozicion të projekteve të tyre, duhet ta marrin, ta përdorin, ta pasurojnë dhe ta kthejnë në një nga instrumentet e punës tyre të përditshme. Është një udhërëfys për gjithë ju në çdo hap të procesit të negociatave dhe të rrugës drejt antarësimit. Është një burim informacioni për standarde, për afate, për detyrime konkrete. Është një kanal dialogu. Secili nga ju mund të hyjë aty dhe të komunikojë, të pyes dhe të marrë përgjigje për aspekte të problematikës me të cilën përballet. Është edhe një mjet koordinimi që garanton që mes jush dhe nesh, përmes Ministrisë së Bujqësisë, përmes SBR-s, ka ndërveprim vazhdueshëm. Unë shpresoj që në këtë platformë të jetë, ose nëse s'është duhet futet Universiteti Bujqësor i Tiranës, sepse është një tjetër derë e re, e hapur për të gjithë ju. Kur them derë e re, nuk kam parasysh që është një derë që ekziston nga sot, ka ekzistuar gjithmonë, por është një derë e re sepse ka një frymë të re, një qasje të re dhe një fuqi të re në dispozicionin tuaj. Dhe prap kam fatin e keq që duhet të falenderoj për këtë një demokrat që drejton në Universitetin Bujqësor, por që me mua e lidh fakti që as ai as unë nuk kemi më lesh në kokë, po kemi vetëm pasion të përbashkët për t'i bërë gjëra si duhet. Dua t'ju them që dhe dua ta besoni këtë gjë, se nuk është diçka që duhet thënë, se kështu e do muhabeti. Por është diçka që del si mësim nga çfarë kanë bërë tjerët më parë. Mos lini ditë të kaloj pa investuar tek mendja e kompanisë, pa investuar tek fuqia njerëzore e kompanisë. Mos lini ditë kaloj pa trajnuar dhe pa përditësuar dijen. Mos lini ditë kaloj pa sjell në kompani diçka të re, sa do të vogël në aspektin e të mësuarit. Sepse dia është ajo që kur ka munguar, flas për eksperiencën në vende të tjera, ka sjell falimentim të menjëhershëm në momentin e hapjes së dyreve të Bashkimit Evropian. Është i menjëhershëm. Thjesht dhe vetëm të vendoset dryni dhe nuk t'i pranon më njeri ato që prodhon. Ka që thjesht është. Pse? Sepse nuk je më si sot. Sot je një fermer, je një eksportues që prodhon jashtë Bashkimit Evropian dhe kontrollohesh. Kontrollohesh përpara se të hysh atje. Nesër ti do prodhosh në një vend Bashkimit Evropian, është njësoj si të prodhosh në Lushje për Tiranën. Nga Lushja në Tiranë, ty nuk të kontrollon njeri. Në aspektin e një kontrollit të dytë flas. Pra, nëse ti je problem për sigurinë ushqimore në Lushje, ti bllokohesh në Lushje dhe mbaron. Mirë po, instrumentat e kontrollit dhe mënyra se si zhvillohet jeta e fermës në tregun e përbashkët evropian nuk ka asnjë krahasim me çfarë bëjmë ne sot këtu. Nga mipamja
e rreptësisë, rigorozitetit, saktësisë dhe cilësisë. Dhe prandaj duhet të përgatiteni sot çdo ditë për atë ditë. Dhe prandaj duhet përgatitemi në shumës sepse edhe ne kemi pjesën tonë përgjegjësisë në këtë aspekt. Do të ishte fatkeqësi që të vijë dita Shqipëria anëtare e Bashkimit Evropian dhe qoftë dhe një sipërmarrës i vetëm të thoshte nuk e dinim që do përballeshim me këto kushte të reja. Nuk u përgatitëm për të përballur me këto kushte apo nuk u informuam. Kështu që detyra jonë është të informojmë sa më shumë dhe të informojmë në mënyrë sa më sistematike. Detyra juaj është të informoheni dhe të kërkoni në mënyrë të vazhdueshme të dini se çfarë duhet bëni për të qenë gati. Dhe detyra e përbashkët është që këtë ta shfrytëzojmë në ndërkohë për të rritur kapacitetet që reciprokisht i vëmë në dispozicion zhvillimit të këtij sektori kaq jetik dhe kaq të rëndësishëm. Çfarë do të bëjmë ne konkretisht, sepse janë dy anë të njëjtës medalje. Ne do të bëjmë sistemin e integruar të administrimit dhe të kontrollit. Do të realizojmë regjistrat kombëtar të fermave, të parcelave dhe të kafshëve. Është një punë e nisur dhe do ta finalizojmë. Do të ndërtojmë deri në fund laboratorët e akredituar nga Bashkimi Evropian. Sot kemi një nivel komplet tjetër dhe ju dini më mirë se unë të cilësisë, analizës e tjerë me institutin, por na duhet të përfundojmë gjithë projektin e laboratorëve dhe do të shtyjmë shumë fort për sistemin e shërbimeve këshillimore në terren, ku siç e kam thënë dhe përsëris, do të mbështetemi në mënyrë të posaçme tek Universiteti Bujqësor i Tiranës, ku kemi të gjitha arsyet të besojmë se vit pas viti do të kemi gjithmonë më shumë aftësi për të na udhëhequr në rrugën tonë, neve si sektor publik, juve si sektor privat. Ju falenderoj nga zemra për gjithçka bëni, u e qenë se nuk do të takohemi më për këtë vit, përveç se përmes produkteve tuaja, apo ju do jeni të pranishëm. Dua t'ju uroj një vit të ri sa më të mbar, sa më të suksesshëm dhe me shëndet plot për ju dhe për të gjithë familjet dhe për të gjithë punojësit e sipërmarrëve tuaja që janë edhe ata si familja juaj. Dhe dua që të besoni shumë fort se nëse bëjmë gjërat e duhura dhe nëse bëni gjërat e duhura, tregu i përbashkët do të jetë një bekim për ju. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj të keni një ditë sa më të produktive me panelet dhe me futje më në të thella, kur i thon fjalës, në këtë proces, ku mos keni asnjë dyshim, ne do të jemi gjithmonë më shumë të angazhuar që t'ju japim sa më shumë nga informacioni domosdoshëm që duhet merrni. Shumë faleminderit.